Në fakt, sot do të duhej të lidheshim me një të afërme të njërës prej banorëve, mund ta briki. Po, por për arsye teknike nuk duan të prononcohet askush për Brikenën, nuk ka dëshirë. Gjithsesi po prononcohet Edisa, sapo është publikuar një video dhe thot nga dhoma e rrëfimit, Edisa ka thënë që duhet të pyja unë që të zgjoj Brikena dhe në plan e kam të merrem tani me Mateon. Po shumë mirë. Tani kthehem unë tek ajo që the ti që unë në varësi të gjërave që ndodhin, preferoj banor të ndryshëm. Vdes për Edisën. Në vërtet? Po. Si e parashikon situatën? Shoh një kaos, pres të shoh një Briken, liçet e Brikenës nuk i plas në fakt për Mateon, por por mendoj që do bëhet pak xheloze në thonjza se nuk do që t'i marri Mateon dhe vëmendjen që ka. Po unë mendoj që nuk është se nuk i plas fare, e ka xhan, por ende do të jetë sigurt për këtë marrëdhënie. Po, ashtu si mund kesh xhan një kushuri, po. Kush more, Brikena Mateon? Po. Një kushuri nuk e përqafon aq. Si? Qa përqafimi? 5 metra larg. Plak, përqafimi i Brikenës. Po ti qa do tani? Ajo tha që unë s'kam puthur njëri kur edhe janë zorën me Një tjetër thashë them, Niko, që të sqarohemi me që jemi tek Brikena, që po qarkullon në rrjet, është që pritet, siç janë këto posterat që hedhin në çdo faqe ku komentohet Big Brother, që pritet që të shtunën do hyjë një ish tjetër. I Brikenës. U diskutua që mund të ishte një ish po Brikenës i ka pas këshën kur e lidhur. Megjithatë, të gjitha këto bashkëpunimet, këto aludimet që janë hedhur në rrjet nuk kanë dalë deri tani. Po mbas të del kjo e Brikenës. Dgjoj. Më kujton një ish banore që i futën shumë ish partner në Big Brother. Po nuk ka. Do doja ta shikoja prapë këtë situatë. Nuk besoj që ka lidhje. A mendoni që Edisa mund të ketë njohje me Mateon? Po të dy Elbasan linjën edhe mund të njihen. Se për Edisën po thoshin, mos është. Edhe ne dy Tiransa jemi, po njohim shumë. Po ti ishe në Greqi, ishe në Greqi. Nuk e mbaj mend si jemi njohur. Si jemi njohur ne të dy? Nga njerëz përbashkët, por nuk e mbaj mend ku dhe si dhe pse. Nga Marsi njifja Oltin, Olti njifte ty. Po. Kështu jemi njohur, po. Interesante. Si e shikon situatën të ndezur tani? Domethënë Edisa është strumbullarja e një përçarjeje, të themi, Do merret me Mateon si? Do ta provokoj. Mateo balkon këtej, balkon andej, s'di ku të dalit që si veshka mes djami. Do shkojnë taraci shkreti. Po mendoj që do bëj rolin e vështirë ai të tipit që po unë jam me Brikenën dhe kam të rejshe, po femrës nuk i dihet kur. Femra futi djallin në një shishe, shejtanin në një shishe. Mateo po. Ti Antonio, si e parashikon situatën? Do futesh ti në një shishe për Edisën. Situata është shumë e parashikueshme. Deshu qova po zhvishesh. Po shikoja Edisa. Okej, bëre edhe një herë. Situata shumë e parashikueshme, Mateo është shumë i parashikueshëm, nuk do t'i japi vëmendje asaj, do vazhdoj të qëndroj Brikenës. Unë mendoj që do t'i japi vëmendje për të marrë vëmendje. Ja, do t'i japi vëmendje, thot Eni Edisës për të marrë vëmendje nga Brikena, thua ti, ja? Nuk do t'i japi se i intereson më shumë mendimi i publikut se sa i mendimin e publikut. Ka marrë drona. Briteo. Okej, mund të shkojnë drona tani me Edisën, çfarë do bëj ai? Po, se njerëzit nuk i dihet kur. Se mos harroj që ka dhe Big Brother luhet dhe nga jashtë. Nga jashtë luhet më shumë. Dhe mund të çojnë informacione të gabuara. Nga jashtë luhet më shumë. Ka njerëz që janë të fiksuar. Se unë mendoj që Brikena ra në kurthin e droneve që u bë në thonjza çift me Mateon, pra pa që jashtë po pëlqehen dhe tha. Ja, unë mendoj që Brikena ra në kurth kur erdhi mamaja me flie dhe Mateo doli për ta takuar. Dhe ajo i tha që je djalë shumë i mirë. Po dronat kanë ardhur më para, dronat kanë ardhur dhe më para. Mori një konfirmim, le të themi, nga familja. Që ti aty i tha ti mos bë kaq budallaqë. Ajo që doja të ndalesha ishte një tjetër moment që i bëri përshtypje edhe Ledionit në fakt dhe e përmendi pjesa e nominimeve. Tani
Miri, Juela dhe Rogerti bën të njëjtat nominime. Kam bërë me plan. Si mendoni? Është. Pra, Ledioni ja hodhi si hipotezë për të pyetur Po tani ata janë në një grup dhe të njëjtat armiq kanë. Opinionistët, po nuk mund të ishin të përpikt aq fiks. Të dy. Pra Arditi dhe Mali. Arditi, Mali. Ata më shumë rivalitet kanë me pjesën tjetër të. Po dhe nuk është se shihen ndaj shumë edhe tani thjesht duan të pastrojnë shtëpinë, ëh? E shikoni që prapa arrim në konkluzionin tim që thashë radhën apo para 2 radhësh që nuk keshim më të fortin. Heshim ato që ne mendojmë që po ham bukot, fortin e lëm. Merremi çik më vonë me ato, po pastrojmë këto një herë. Unë kështu në këtë gjë jam. Heshim më të dobët në fillim. Ti mendon që Mali dhe Arditi janë të dobët? Për grupin e Rogertit, po. Ata janë në grupin e Rogertit. Jo, janë të dobët për grupin e Rogertit, pra grupi i Rogertit ato i konsiderojnë më dobët se sa grupi i Selin me absolutisht ato duhet të pastrohen. Dhe ju më thonit, jo, po sulmohet më i Jo, nuk tham sulmohet. Lihet në eliminim, përzjedh më të fortin. Kur ke mundësinë për të hequr një nga më të fortët, pse mos ta marrësh? Sepse nuk i dihet në një nominim ku janë, le të themi 2-3 të fortë dhe ti nuk mund të rrezikosh ta hedhësh nominimin kot. Po. Pavarësisht se ata nuk e dinin. Bravo, se mund të ndodhi diçka që edhe mund të prishet nominimi siç edhe ndodhi. Kupton, po të paktën nuk do prishet nominimi nëse do ishte Arditi. Jam i bindur për këtë gjë. Se do thonë njerëzit lëre se e dim kush do iki. Me gjithë dashamirësinë. Kupton, kurse për Greta, Selin dhe Gimbo, po u nisën debatet e forta që pas Prime-it atë natë, kështu që nisi që në Prime. Dihej që ato ditë ashtu do të shkonin, duke u grindur edhe duke eskaluar. Po prapë mendoj që ato të dy i konsiderojnë më të dobët. Se edhe unë kam thënë janë si kota biskota. Sa po doli Stenaldo nga dhoma e rrëfimit, Rogerti tha e ka nxjerr Malin nga nominimi, edhe Intuita nuk Malin do shpëton. Nuk i gaboj. Sigurisht edhe unë Malin po të isha vetëm Malin do shpëtoja. Kështu që Stenaldo ishte në rregull me zgjedhjen. Me vetëm, po madje kërkoi edhe ndjes nga Arditi, po që më duk shumë gjest i bukur, se shoqërohet me atë, pra duhet i kërkosh një ndjes. Po dhe unë nëse do isha Stenaldo do përzidhja Malin, duke qenë se Mali janë syt e Stenaldos. Ajo e Rogertit konfirmon faktin që këta e kanë bërë me fjalë për të nominuar këta të dy, se Ledioni nuk e ka thënë paraprakisht që janë këta në nominim njëherë për njëherë, edhe hajde ti Stenaldo më thuaj këtë gjë. Po jo, i tha Ledioni Jo, i tha që ke një avantazh, i tha të nominuarit dhe tha Malin e ka nxjerr sepse ai e dinte që do ishte Mali, sepse kishin bërë me plan, prandaj po i pyes që Malin do ta kishin nominuar. Po pra, prandaj po them, dhe kjo e konfirmon që ata e kanë bërë me fjalë. E kanë bërë me plan. Se s'kishte nga ata dinte që ishte Mali. Po prapë të dobët për zgjodhen. Mirë, le ça për zgjodhen. Po ka nevojë shtëpia të pastrohet pak. Ha pra. Jo, e tha Artani, ka nevojë të pastrohet. Artani që bën punë i shkretit. Duan një herë ta marrë në shtëpi të mfutet shumë e themel shtëpisë. Dgjoj, e kam shumë zili për pasionin që ka tek pjesa e pastërtisë të shtëpisë. Edhe është vërtet për të vlerësuar, se kur jetojnë ai shumë njerëz, të paktën të mos jetojnë në. U bë mjaftueshëm me dje. Pas që bënin kështu të veshur si këto pastruset e shtëpisë, ishte pafund, po. Se gruaja që nuk i dilte kokat e Tommy Jerry. Po, por fix, por mendoj që loja e Artanit ka mbaruar. Edhe kur nominoi ishte i madh fare, unë nominoj tha Arditin, tha se s'është i fortë, kam rival. Se unë me lojën e Mirit nuk jam shumë dakord. Dhe e kam nominu Mirin, po këtë herë do zgjedh Arditin. Ore thoshte Ledioni, s'është i fortë apo e ke rival? Po pra. S'është i fortë. Po e kam edhe rival. Kam rival. E kam xhan, po le të pastrohet pak shtëpia tani që të fokusohemi. Nuk e dia do ketë më hyrje të reja, nëse do ketë urojmë të jenë vetëm këto hyrje të reja, se këto hyrje të reja të hyjnë 3 veta, vetëm njëri të aktivizohet.
mos hyni fare njerëz. Më mirë hyni që të dini që do shkatroheni. Që ton do hy me hapa galopan, do bëj një super loj, gjithë kanë pritshmëri kur hyn aty pastaj zgjumi dhe to. Jo, është ai muhabeti qeni që le. Ndoshta nuk e dim si e përjetojnë aty. Si e përjetojnë, si po e përjeton Edisa. Disa hyri aty. Kemi pak publicitet dhe rikthehemi. Jo, Juela nuk erdhi, Juela 2 javë para ishte në gjumë. Juela hyri. Ishte në gjumë total dhe mendonin njerëzit që do dilte shumë shpejt, po ja nuk ndodhi Juela aty. Publicitet. Bomba atomike se janë kod vështira, të kam dha. Ç'pun kemi ne me ta? Ç'pun kemi ne me ta? Po, ata kanë thënë që mund t'i bien në Shqipëri. Po, sire. Apo ne na ka rënë zoti ta. Ne bëjmë të papi. Po Riona intereson mua o zemra. Se morë vesh që do përmbyset bota, e më plasi mua do ikin Greqi. Vetëm kur ndodhi, mos ndodhi martë të shtunë se jam i zënë. Ditë të tjera mund ndodhi çfarë doj. Më mjaft. Edhe të mërkurën. Mos ta fut këto mendime, të lutem. Humor të zi, ky ka fajin, ky më influencon për keq. Mos nas. Influencer. Bad influencer. E rëndësishme është që influencon. Si për mirë, si për keq. Pak rëndësi ka. Jemi drejt fundit të kësaj puntate të sotme. Kemi komentuar pothuajse të gjitha situatat, megjithatë më duhet të pyes për një parashikim se kush mendon që mund të dalë këtë të shtunë dhe për finalistët e këtij edicioni të 5. Pastaj edhe për motin parashikim. Okej, kjo javë do e diell, e nisëm mbrapsht. Që do dalin nga ky nominim, unë mendoj që është Arditi. Të tjerët kanë dhe pak kohë, që shoh finalist Selin, Mateo, Miri, 4 janë apo ja? 5. Si diet. Edhe 5. Mund të jenë 6. Them 3 një herë. Këta. Pra Selin, Miri dhe Mateo. Nuk është. Po dhe Brikenën e shikoj, do shkoj Brikenën. Më fal, se Mateo dhe Brikenën shikon Mateon? Mateo ka Mateo njerëz jashtë. Brikena ç'ska? Pse Brikena s'ka? Brikena zemra është një mis at the end of the day. Disa fansa kanë nga Tajlanda. Ata votojnë në fakt janë Lady Boy. Ata janë vendimtar. Në vot. Në vot. Ata e vulosin. Ata e dërgojnë me postë këta që votojnë. E dërgojnë me tym. O zot. Po ka fans. Diaspora tajlandeze. Po dhe dyshoj se kur janë kështu çifte nuk është se shkojnë nuk shkojnë të dy. Se Romeo dhe Heidi shkuan. Po, rasti rall. Po, vetëm ato dy edhe Egli me Gjestin. Pa ta ishin çift kota. E pe, nuk duhet shkojnë çift sepse i ndan Big Brotheri. Ja, nëse nuk shkojnë çift, vazhdojnë pastaj dhe më mbrapa. Sa më shpejt ndawni. Kështu që Gimbo del para Selinës thua ti? Amen. Nga goja jote të veshi Zotit që të shikojmë Selinën duke u rikthy. Jo tani, jo. Po mirë, më se pas dasmës vjen i divorc, nuk ka problem. Por që të shikojmë ku do dua e kuptoni që po e bëj për Selin, të shikoj një lojë të re të Selin se kemi parë në 3 versione, dua të vë një version tjetër. Po më shikoj kabinjakët kanë shumë fytyra në fakt. Parashikon futje të reja? Po e mendoj. E mendoj. Ti Antonio? Futje të reja. Inshallah. Futje. Hyrje të reja. Hyrje të reja, më falni. Kemi hyrje dalje. Po, edhe hyrje dalje do ketë. Unë mezi po e pres në fakt këtë të shtunë, sepse mendoj që këto ditë do jenë goxha të ngarkuara se janë edhe ata të karikuar, edhe mezi po pres të shtunën ta shoh. Unë po jetoj, po frymoj dhe po flë vetëm po, vetëm për Rogertin. Si të shmendur. Nuk di. Çka keni bre njerëz? Do flisnim kaq shumë për Rogertin nëse nuk ishe ai aty. Jo, kështu. Të drejtë ke. Po kush del sipas teje këtë javë? Kush do të dalë zemra Rogerti nuk është se do dalë kurrë nga këto nominimet, nuk është gjithmonë në nominim. Që kështu Rogerti nuk rrezikon kurrë dhe kjo më pëlqen mua. Të preferuarit e mi nuk janë aty, që kështu ti kush ti zemra na liron një krevat. Unë mendoj që Rogerti do e kapi dhe i Zardzi. Po ta kapi me ndrica ai për atë gjë është aty. Ai është për të thyer rekordet e të kaluarve. Aha. Jemi në fund të këtij programi. Edhe sa të presim, edhe sa. Kemi akoma. Shumë. Do presim Roger, të dua të pres jashtë dhe të presim në emision. Ata nuk e di më të. Jemi në fund të këtij
emisioni për ditën e sotme. Eni, faleminderit shumë që ishe me ne. Antonio, faleminderit shumë që isha donë me ju. Do vi prap. Niko, kur të duash? Niko. Kur të muret lej prap. Lej javës tjetër në Gjermani. Lej duke ardhur me serum. Se po më zovondin Eni. Ku është ai Bjondi? Ku është ai Bjondi? Shumë faleminderit, do shihemi javës tjetër me lajme më pikante dhe javës tjetër kemi edhe të ftuar pikante. Javës tjetër nuk do kemi ndërhyrje të jashtme për të bërë deklarata për banorët. Pra do t'i kemi njerëz të vendosur që do na ndërhyjnë brenda. Po pra, lërini këto, jo po s'duhet prononcohet askush për banorën. Prononconi o njerëz. Prononconi, bëjini PR, nëse na dëgjoni, bëjini PR. Mbështetini të afërmit tuaj, të dashurit tuaj që keni aty, jepni mendimet sinqerta se ju i njihni më mirë se të gjithë ata që janë aty brenda. Bjeni në gojën tonë, s'ka gjë, edhe por atë gjë e mirë është, marketing for free. Kalofshi sa më bukur, të mërkurën tjetër dëgjohemi dhe shihemi në kanalin 10 në digital.